Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B, Berken Obizi, pikërisht në prag të ndeshjes finale për titullin kampion në kategorinë e tretë. Profesor Obizi, urime fillimisht për realizimin e objektivit, sepse si fitues i grupit A, automatikisht keni kaluar në kategorinë e dytë. Diçka për sezonin sa i kënaqurin. Faleminderit për urimin, edhe për bashkëpunimin, ju falenderojmë sepse keni qenë prezent edhe gjatë meshjeve decisive që na kena pas. Në sa për sa i përket rritjes objektivit të klubit Vllaznia dhe Vllaznisë B, mund të them që nga jena krenar, personalisht unë edhe kolegu jem Qaku, për këtë djelmuqa që me besimin e tyne, me punin, me mundin, me sakrificin, me djersën e derdhën, ja arritën qëllimit. Dhe duhet të them që nuk ka një kampionat lehtë, ka një kampionat i vështirë, 24 ndeshje dhe është një rekord që këta djem kanë thënë në 24 ndeshje kanë 22 fitore dhe vetëm 2 barazime. Por është një ekip i bam rishtas dhe më thonë, si vjetë në korrik dhe këto djem për mu kanë sakrifiku jashtëzakonisht. Ne kena mbledh dhe më thonë një pjesë e kam pas lojtarë të akademisë më përparshme dhe një pjesë që kena afru edhe lojtarë të huaj, duke i sugjeru dhe duke i pa në vetë në për video, por di me thonë që këta djem meritojnë çdo gjë sepse kanë qenë qysh me date një korrik. Dhe deri sot, dhe më thonë, nuk e kanë nalt ritmin, stërvitjen, ditë për ditë, dhe mendoj që dhe më thonë çdo gjë që këta kanë fitu e kanë meritu. Pra një sezon që Vllaznia nuk i vuri asnjëherë në diskutim realizimin e objektivit, atë që premtuat në hapjen e sezonit e realizuat më së miri. Por tashmë ju pret një finale, një finale më themi prestigji, sepse edhe Alpetroli në grupin B dhe Vllaznia B në grupin A i kanë realizuar objektivat për të kaluar në kategorinë e dytë. Por titulli është ndryshe. E kërkoni këtë titull? Këci, po do është me humë me zbe, dhe më thonë, fitoret e ekipit Alpetroli Ledhona, por gjithmonë tek zona e veriut kampionati është shumë më i fortë, se sa te grupi i jugut. Na mund të kena pas edhe ngarkesa shumë të mëdha, ndoshta mund jeni fjellë më të freskëta, por gjithsesi ne duhet të shkojmë për të realizuar objektivin tjetër, sepse unë kam edhe një mesazh për sa i përket djemve tonë, por edhe për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Shkodrës, sepse ato ndoshta e kanë vujt për të sjellë një titull dhe inshallah në ndihmën e Mallit Zot ekipi B sjell titullin për kaq vite që Shkodra e ka vujt dhe ju urojmë që titullin e Malta sjellin edhe Vllaznia Malle dhe nuk do ishte gjë më e bukur sepse ti kishim sjell Shkodrës 2 tituj. Interesante kjo dhe shumë frymëzuese, pra për të dy vllaznit A dhe B, pra titulli ju është më herët, pra mund fitohet të premten në finalen Vllaznia B Alpetrol që luhet në kryeqytet dhe jo shumë larg do të jetë dhe finalja tjetër për ekipin e parë, por me që cekjet me herët rivalitetin në grupin e veriut. Duket që Dinamo ka qenë rivali juaj kryesor. Natyrisht. Një ekip me shumë personalitet, sikur si Dinamoja, dhe të dyja ndeshjet ne kena barazim, pavarësisht me keqardhjen më të madhe, sidomos në fazën e dytë në Tiranë kena bën një ndeshje të mrekullueshme, të djem, kena mizotru gjatë gjithë lojës, kena marrë metrat në fush dhe i kena bë presingun lart ekipit kundërshtar, por ne kena humbur raste të pa shot si i thojnë dhe në një moment ne kena qenë gjatë gjithë kohës në avantazh, por në një moment nga fundi, sigurisht në ndolli edhe në Shkodër, ka herë futbolli dan edhe fat, na psu me gol dhe u ndodh. Megjithatë, ne kena mbyll me 6 pikë larg Dinamos, një rival shumë i dej për kampionatin shqiptar. Vështirë na u urojmë në radhë parë ekipit ton urimet më të mira, por ju uroj edhe kolegut tem Nacional dhe Samena të Dinamo sepse ka një ekip të mirë. Ju urojmë që edhe aty ne dalin në kategorinë e dytë. Ju ishit kryesues i grupit A,
dhe prisit shpallëshit të realizonit objektivin në Bulqis, në transferin e Bulqisës, por një ditë më herët klubi i futbollit Shkodra me kolegun tuaj Denis Bjani, trajner, ju lehtësoi barrën, e mundi Dinamon, një surprizë ndoshta, dhe e bëri më të lehtë edhe kualifikimin tuaj. Sigurisht, sepse në kampionat ka dhe aleanca. Këtu po bojnë aleanca qytetet me qytete, jamo dy ekipet një qytetit mos të kemë aleancë. Dhe unë falenderoj si profesor Denisin, por ashtu edhe presidentin dhe pronarin e Akademisë Shkodra, profesor Tajipi Raniqin, sepse kam pasur edhe trajnertimin, dhe ai me dëshirën më të madhe, pra domethënë na vuni në dispozicion personalitetin e ekipit, vetmohimin për atë ndeshje dhe na dha një llorat jashtëzakonisht të madhe, sepse nali Dinamon këtu dhe jo me barazim, po me 3 pikë, në mënyrë që të na lete një lehtësi për me shkuatje. Dhe falenderoj shumë ekipin e Shkodrës, trajnerin Zbjani, por veçanërisht për profesor Tajipin. Vetëm është momenti i parë finalet, emocionet, luhet premten për saksitë, Allah të atyre tifozëve që ju kanë ndjekur. Sigurisht. Ju kanë ndjekur jo pak. Duhet kisha edhe mesazh për te. Jashtë Shkodrës. Luhet të premten vendin, stadiumin dhe orën. Po. Atëherë finalja për titull luhet mes dy ekipeve, Vllaznia dhe Alpetrol. Luhet tek shtëpia futbollit në orën 3, pra tek fushat e federatës, fushat e kombëtares aty. Dhe unë i kërkoj qytetarëve dhe tifozëve të Shkodrës, sepse na pa ndihmën dhe dashamirësinë e tyre na nuk mund të arrijmë rezultatet maksimal, sikurse i kena arrit, dhe gjatë gjithë kampionatit na kanë njek një pjesë, dhe unë do të dëshiroja sa më tepër që na të kena tifozë atje, sepse mendoj që nuk do t'i zhgënjejmë të paktën për lojën futbollit Danalli Fiefat, thash edhe herë në mendimin e të mallit Zot. Do të thonë, mendojmë që derisa mundi sakrifica këtyre djemve të kurrizohet me titull dhe të sjellim një titull në Shkodër, sepse do të thonë, thash unë e kam një pikë dop në zemër që Shkodra e meriton titull dhe s'ka më mirë që të filloj me bën, pastaj sjellim edhe titullin edhe më të as. Është gati skuadra për këtë finale? Natyrisht është gati, djemtë janë shumë të impenjum, djemtë çdo gjë kanë arrit me seriozitet, me punë, me ders dhe normalisht ekipin e kena në një formë jashtëzakonisht mirë sportive dhe na jena të gatshëm për të përballë me kundërshtarin. Ju ndoshta përpara fillimit të seancës në ato porositë të skuadrës, ndër të tjera i përmendet edhe penaltit, pra që do t'i provojmë penaltit në këtë seancë, ndoshta mund shkojë edhe me penalti. E parashikon me kod rregull, me shtesë apo natyrisht përderisa luhet një finale, aty janë edhe 120 minuta. Por na do pra domethënë ideja jone është që na të shkojmë atje me dëshirën më të madhe që të mbyllim lojën më në 90 minutit, sepse do i përgjigjen me një pressing, sepse ekipin e kam jashtëzakonisht mirë, ndesh fizikisht, ndesh taktikisht dhe teknikisht, ne do përgjigjen me një pressing lart atje me një ultra pressing në mënyrë që të mbyllim hapësinat kundërshtarit dhe të jena sa më afër porës. Por ndeshja ka të papritën e thesaja, don edhe fat, na jena duke e lënë 2 ditë të fundit dorën e fundit, domethënë ekipit, më tepër jena të punu taktikisht të standardet negative dhe pozitive, po ashtu edhe tek goditjet e 11 metrëshit. Ishim pra me Brekenov Bizin, me trajnerin e ekipit Vllaznia B, që ka realizuar objektivin e kalimit në kategorinë e dytë si fitues i grupit A të kategorisë 3 dhe pret të shijojë titullin kampion mes dy fituesve të grupeve Vllaznia B Alpetrol. Profesor, edhe një urime për realizimin e objektivit dhe shpresojmë se titulli të vinë shkollë. Do kisha edhe një mesazh urimit, pra disa më thonë që ndoshta e kam cekë edhe pak më përpara, unë falenderoj shumë përveç këtyre djemve që këta janë, si i thonë që shija mi tort, të i kanë prek të gjitha, por do falenderosha stafin e klubit Vllaznia, drejtuesat e klubit, trajnerin e ekipit parë, Martini, drejtorin që ka punu dhe domethënë na kanë dhënë shumë afër Sinanin, por po harru këtu presidentin Gjaferi që na ka mbështetur financiarisht jashtëzakonisht shumë dhe di më thonë që është i vetmi ekip në Shqipëri në kategorinë e tretë që këto djem janë me pagesa. Dhe këtu kena edhe element mirë për t'i pa edhe ekipi i parë, sepse kjo është edhe motoja,
Dhe do të shohim pastaj edhe sepse presidenti Xhaferi ka një projekt shumë të mirë për ekipin që ka dalë në kategoritë të dytë dhe do jetë një ambicje tjetër. Për kena falenderoj, sukses. Falenderoj shumë edhe për dashamirësinë.